Qiellgërvishtëset e Dubait, padyshim që nuk janë bërë për kohra luftrash, njëra prej tyre u godit këtë javë nga një dron, duke bërë që një prej katëve të përfshihej edhe nga flakët. Pamje të shumta janë shpërndarë në rrjet nga momenti i goditjes së godinës, ndërsa autoritetet e vendit janë duke hetuar si rast. Irani e paralajmëroi botën që të bëhet gati për çmime si $200 për fuqi nafte pas destabilizimit të situatës në rajon, dhe kjo është ajo që po ndodh në dete. Pamjet e publikuara këtë të njëjtë tregojnë momentin kur Irani qëllon një cisternë nafte në ujërat e Irakut. Të paktën 16 cisterna nafte dhe mjete të tjera lundruese janë sulmuar në gjirin persik që nga nisja e konfliktit SBA Izrael-Iran. انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. درود بر جمهوری اسلامی ایران. خدمتگان نیروی دریایی سپاه پاسدار. Ndërkohë që lufta dhe kërcënimet mes palëve vijojnë, Trump ka takuar së fundmi influencerin dhe boksierin Jack Paul, të cilin tha se do ta mbështeste nëse ndonjë ditë do t'i futej politikës, por nuk harroi që të përmendte edhe paraardhësinë e tij në zyrë, Joe Biden, për keq sigurisht. I don't do interviews. Look at Joe Biden. He went 2.5 years without doing an interview because he was shot. But he was shot 30 years ago too. He was no good. And I just want to say, I'm going to make a prediction that you will be, in the not too distant future, running for political office. And you have my complete and total endorsement. Një tjetër video virale kësaj jave është ajo e Hillary dhe Bill Clinton në rrugët e populluara të New Yorkut. Vëmendja është kthyer tek dyshja Clinton këto muaj pas publikimit të dosjeve Epstein, dhe sigurisht që njerëzit kur i shohin në rrugë tashmë bëjnë gati celularët. Në një video të filmuar së fundmi, ish presidenti shihet teksa shtyn bashkëshorten pra një vendkalimi për këmbësor në përpjekje të dukshme për të kaluar rrugën, por Hillary bën rezistencë. Kjo ishte ajo që kishim përgatitur për ju sonte. Për të mos humbur asgjë dhe për informacionet më të fundit, mund ta ndiqni në platformat tona sociale dhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Shihemi të shtunën tjetër.